بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, pritje i ndihmë dhe fare kërkojmë. I dërgojmë selam në mbi të dërguarit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi ata që e ndjekën dhe pasojnë sunetën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutëm Allahun Azza wa Jall që Zoti të na bëjë sinqer fjalë dhe vepra dhe lutem Allahun Azza wa Jall që Allah Azza wa Jall na pranon për ne dhe veprat që i bëjmë dhe të na jap sukses. Ja Rabbil Alamin. Ai vëllezër, pa humbur kohë në këto minuta do të flasim për edukatën e abdesit. Për çdo ibadet ashtu që kemi thënë, Allahu Azza wa Jall ka lënë edukat. Kështu që edhe para abdesit është edukata, apo edhe në abdes është edukata, edebi. Mirë, po kur kemi për qëllim edebi, edukata në abdes, e kemi për qëllim që një përshtat sunetit, me marrë abdes, si pas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Edukata e parë është على المسلم عند الابتداء الوضوء أن يبدأ بتسمية الله قبل وضوئه. Kështu që prej edukatës e para është obligueshëm mbi muslimanin para abdesit, kur fillon ai me marrë abdes, bi tesmiyetillah, me thonë bismillah. As nuk do të thonë bismillah, jo, bismillah, jo, s'ka as a'udhu billahi, jo, vetëm tesmia, bismillah. Kështu ka në sunet, bismillah, nuk ka nevojë në abdes me thonë bismillah rahman rahim, jo, as a'udhu billahi, jo, vetëm tesmia, bismillah. Kjo është prej suneteve të profetit sallallahu alaihi wasallam, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la wudu'a liman lam yuzkar isma Allah. Nuk ka abdes ai i cili nuk e përmend Allahun Azza wa Jall. Allah nuk thot bismillah. Edhe këto ulematë kanë marrë që kujdesen ndaj atyre që marrin abdes, na thonë të bëhet tesmia, na thonë bismillah para abdesit. Edukata e dytë është ويسن للمسلم أن يستعمل السواك عند كل وضوء. Është obligueshme për muslimanin apo sunet për muslimanin që para abdesit dhe mbas abdesit përdoret misvaki. Pse? Li'annahu matharatun lil-fam. Është pastërti e gjuhës wa marbatun li Rabb. Dhe njëta gjë është knatësi për Allahun Azza wa Jall. Për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in." Thotë se mos u mor kaç për ummetin tim, e kisha obliguar ummetin tim që për çdo abdes me përdor Ramazan mizvakin. Dhe kjo është sunet. Para se me fillu abdesin, përdor mizvakin. Mbas abdesit njëjtën gjë përdore nga thonë mizake. Gjëja tjetër e vëllezër për edukatës të abdesit është o yenbaghi ala al-muslimi izbaghu al-wudu'i. Është domosdoshme që besimtari kur të merr abdes me i lag të gjithë gjymtyrët e trupit. Izbagh, këtë ka për qëllim kompletimi i sunetit. Në moment që të lënë një pjesë pa e lag për abdesit, në apo nuk ka abdes. Që shka në transmitim që pejgamberi ka parë personin duke i la kam, që ka thonë, ktheu se ti nuk i abdes, ktheu për misaj edhe më thonë. E këto kur vjen kuptimin izbaghu al-wudu' e ka për qëllim kompletimi i sunetit sallallahu alaihi wasallam me i la gjitha pjesë të trupit në abdes. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" قالوا بلى قال إسباغ الوضوء على مكاره. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a dëshiron ju tregu, a dëshiron një rrugë ju tregu që Allah zë më jafshi juve gabimet dhe më ngrit juve drejtë të larta këtë botë dhe botën tjetër inshallah. Atëherë sahabët për të dëgjuar këtë udhtim, këtë rrugë që pejgamberi më ia hap, që ata më ngrit tek Allahu Azza wa Jall. E mi u thonë me katit të në bela, pojdu nga Allah të regana. Atëherë pejgamberi po thotë,
izbagul wudu'i, merr në abdesin, lag në pjesë të trupit, merr në abdesin që shka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes lep pjesë trupit, pa e lagën ato që ka arë prej farzëve, apo prej suneteve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka shprej alel mekarihi. Alel mekarihi për që ka qëllim? Që subhanallah, edhe në ftaft pejgamberi po thotë. Muslimanët për shembull Allah ftaft, vallahi ftaft ku ka dimër, ai që të do kry. Jo, edhe në ftaft mund da vada më thon, me lag krejt pjesë të trupit. Vetëm edhe më shumë. Kjo është edhe më e mirë, por ata i cili i shtan edhe më shumë lore durë e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë abdesit, i shtu ma shumë i lau pjesë të trupit, është edhe më e mirë, e shumë inshallah kur pas kohë duke sigur. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Subhanallah. Arrim boroja e muslimanit qysh arrim abdesin larja apo uji i besimtarit që merr abdes. Për çka ka qëllimi këtu? Në ditën e gjykimit, apo inshallah në xhenet, ai cili ka marrë abdes, dhe i ka la për shembull nëse është më la abdesin deri këtu. Te ki la deri këtu, që shka dhe Buharera. Që shka dhe Buharera? I ka shtu e Buharera, i ka la deri këtu, i ka la dur. E për amrejë, shka po thot, ai cili e mbulan vetë besimtarin, da thonë, me ujë, Allah zë gjenë në ditën e gjykimit ka me mbulu ata, me shka? Me dukat. Allah ka me dhonë veshje, pjesët që ai ka marë abdes, sa ma shumë që e ka lopë pjesë të trupit, aq ma shumë Allah ka me ashtu dhe më thonë veshjen e dukatit. Subhanallah. Kjo ulemat ka thonë është edhe në gjennet, po të njëjtë në gjahë është edhe në ditën e gjykimit, që një ju më mbrojt edhe për zjarrit të gjennetit. Qali Nebiu sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot një personi, ashtu që e cekëm, irji të ahsin wudu'aka. Po i thot ktheu dhe përmisoje abdesin tonë. Pse përmisoje abdesin tonë? Se e ka po këtë punë që nuk e ka la kamën mirë, nuk e ka la zogin mbi zog. Atëherë ka merr për jep tregim, po thot ktheu, po bi tregam, ktheu se ti abdes nuk ki. Ktheu merr abdes çysh do. Dhe kjo është do ju lëzë për edukatës, mi përmbojt sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, që me ilash do pjesë trupit që ka të bëjë me abdesin. Për edukatës tjetër ju lëzë në abdes është, ويسن إذا فرغ من وضوئه أن يدعو بالدعاء. është sunet, pas që të largohet njeriu prej abdesit, merr abdes Ramazan, mu lut me lutje. A mos fa lutje e leriu ora tani Nebi sallallahu alaihi wasallam. Lutjen që më ka ardhur në ku në transmetim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju shoh që kemi çelin na. Jo, e para luto në ato që kanë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Merr abdes, pas abdesit, thuj Ramazan lutje, që shkon në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjëri për jush. Merr abdes, فيحسن الوضوء. Do të thotë merr abdesin në mënyrë më të mirë sipas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, حين يفرغ من الوضوء. Përderi Allah ai thot, e thot këtë lutje kur përfundon abdesin e tij. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. سبحان الله. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai cilët na thon pas abdesit, e merr abdesin pas sunetit, e përfundon, është edhe ata këtë lutje. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shoqë pejgamberi illa futihat vetëm sa ti vana ebuabe. Do të thon pejgamberi po thotë që japën gjithë dyert e xhenetit, dyert e xhenetit. Dhe ai ka me hi inshallah për cilës do të derë me lejnë Allah. Që dyert e xhenetit është e garantuar për ta ai cilë e thot këtë lutje mbas abdesit. Pastaj ka transmetim tjetër, ziyada wa shtesë, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, banu mu prej të penduarve dhe prej atyre të pasuruar. Pastaj ka në hadith
subhanak Allahu bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Edhe kja ka në bas abdesit, me thonë edhe kjo sunet ziyade. Thoi që Uthmani radiallahu anhu, kur ka prezentu të BM-et, dhe ka desh me përshkru se qysh është abdesi për vetit sallallahu alaihi wasallam, thoi që ka përshkru abdesi qysh ka marrë pejgamberi dhe fund ka kesh. I të besem, Uthman ka kesh dhe ka thonë çka? Kjo është sunet. E ku pa pejgamberin tu kesh dhe kjo është sunet. Kjo që ju lëzër, edhe me që se jeni në shpe vetë, ku të që t'jeni, në bas abdesit, i dhe të hejtemi në ludu, të besem, edhe sunet. Akhbarana Uthman radiallahu anhu. Kesh, pse ka beku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na, mësot që ditë na i kosh me thonë që kësha që po kesh me në trejte. Pejgamberi ka kesh dhe dhone keshe. Kështu të edhe Uthmani ki ka tregu të bebe. Dhe të kom po pejgamberi duke marrë shumë abdes, ka kesh edhe dhone po keshe. Pastaj ju lëzën prej edukatës të abdesit është yustahabbu an yusalli rak'atayn ba'da kulli wudu'in. Është e përqyshme e mirë që mbas abdesit me i falë 2 rekate dhe këta e deni si cilën nga ne, që Bilali nuk ka abdes vetëm që i ka marë, në vëtan vetëm që i ka falë 2 rekate mbas abdesit. Dhe pejgamberi e ka pa ata në xhennet, nallat e tij, ka thonë çfarë vepre ke bo, dhe i dërgumi Allah nuk unë bo diçka tjetër vetëm se mbas abdesit, dhe më thonë i kom falë 2 rekate. Po të njëjtën gjallë, mos mendoni që kjo nuk është sunet. Jo, kjo është sunet se pejgamberi ka thonë me gjuhë. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وذات النبي صلى الله عليه وسلم kush do për juve që merr abdes, e merr abdesin sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe i pas abdesit i fal 2 rekate, drejtohet me zemrën e tij ka kibla, me fytyrën e tij, edhe me zemrën dhe me fytyrën ka kibla drejtohet. Pastaj dhe i fal 2 rekate, pejgamberi thotë illa wajabat lahu al-janna, vetëm sa ti domethënë është obliguar xheneti për ta. Subhanallah, çfarë edukate në abdes. Çdo sen që përmendni për edukatës në abdes, apo pas abdes, ose para abdesit, po përmendet kush xheneti. Subhanallah. O ju vëllezër, e fundi është kja, muslimani e unë abdesin. Muslimani kujdeset për abdesin. Ka një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wala yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun." Dhe nuk është rujtës i kujna i abdesit vetëm se mu'min, vetëm se besimtari. Ai që ka iman e unë abdesin. Mirë, me qëtë hadith çka kuptojmë na? Me qëtë hadith nuk e kuptojmë na që me nej 3 ditë në abdes me të rrugë me shku me cilë me shku. Jo. E ka për qëllim edhe kja. Në qoftë se ti ki abdes, ki nevojë me prish abdesin, merr abdes deri të rujt abdesin. Që kena ka për qëllim. Kjo është ajo vëllezër edukata në abdes dhe pas abdesit që na e përshkrytëm.